E një gjutë melodinë e bukur që ban të byrek për një rezultat perfekt si ky në video, unë përdori mielin Triplo Premium nga fabrika Diamond. Atëherë fillim përgatitjen e brumit. Një antash të njërin krypen, vajin, hedhim ujë në vak dhe punojmë brumin mirë me dorë derisa të bëhet i njëtrajtshëm. E mulojmë dhe e lam me pushu për 1 orë. Mas saj kohe marrim brumin, i bajmë një palosi të lehtë dhe e ndajmë në copa. Çdo copë e bajmë top dhe çdo top e hapim në kulaç, sikur shikoni në video. I vendosim në një pjatë, i lymë ndërmjet me vaj ullinit ose gjalp, i mulojmë dhe i lam me pushu për 15 minuta tjera. Mas saj kohe marrim dhe i hapim çdo kulaç në petë sikur shikoni në video. Shikoni çfarë elasticiteti ka mielli Diamond. I mbushim sipas dëshirës, si një musha me mish të gri me qep. I japim formën, i vendosim tepsi me letërfurrë sipër vaj dhe në furrë para ngrënë 230 gradë derisa të jenë gati. Faleminderit.